Dy nga figurat më të njohura të televizionit shqiptar, Ledion Liço dhe Alketa Vejsiu, janë bërë bashkë mbrëmjen e dieshme, duke surprizuar publikun dhe duke thyer rrjetin me pamjet e përbashkëta. Moderatorët, të cilët përfaqësojnë dy logot më të mëdha rivale mediatike, Top Channel dhe TV Klan, shfaqen të buzëqeshur dhe në një atmosferë të ngrohtë miqësore, duke treguar se rivaliteti nuk pengon marrëdhëniet personale. Takimi i tyre nuk ka kaluar pa një njoftim që ka ndezur kuriozitetin e fansave. Përmes një foto, ku Ledioni shihet duke qeshur, Alketa ka zbuluar se sot do të jetë pjesë e spektaklit të Big Brother VIP. Në diqiturën e fotos, ajo shkruan: "Nesër Big Sister viziton vëllain e madh", duke konfirmuar kështu një moment historik dhe një kryqëzim të paprecedent mes dy formateve televizive dhe ekraneve rivale. Fansat tashmë presin me padurim të mësojnë se cili do të jetë roli i Alketës në prajmin e nesërm dhe çfarë surprize mund të ketë rezervuar për publiku takimi mes dy moderatorëve të famshëm. Takimi i Alketës dhe Ledionit premton emocione dhe surpriza në episodin e ardhshëm të spektaklit. Se çfarë do të ndodhë me të vërtetë na mbetet veç të presim deri mbrëmjen e sotme.